Ndalesa e radhës së drejtuesit politik të Partisë Socialiste në qarkun Vlorë, Bledi Çuçi, ishte rajoni 3 në qytetin e Vlorës, aty ku u prezantuan kandidatet për deputete Zamira Sinaj dhe Brisida Çokëri. E para në listën e mbyllur të Partisë Socialiste dhe e dyta në listën e hapur. Çuçi tha gjatë fjalës së tij para anëtarëve dhe simpatizantëve të Partisë Socialiste se në këto zgjedhje është mundësia historike për të fituar 9 mandate deputetësh në qarkun Vlorë. E shoh këtë sallë të tembushur, madje do përdorej shpreha e derdhur, sepse ka shumë të tjerë që s'mundën të hyjnë edhe janë jashtë dhe dëshirojnë të ishin pjesë e kësaj salle, dhe jo pa shkak. Jo pa shkak, sepse mendoj që nëse ka një gjë sot për cilën ne duhet jemi krenar, nëse ka një gjë sot që na bën që të shohim në sy çdo njeri në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë, është fakti që ne jemi pjesë e një familje të mrekullueshme që quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Me plot gojën sot në vigjilje të një fushate ku do kërkojmë mandatin e 4 qeverisës, ne themi po. Partia Socialiste është e vetmja forcë që mund të çojë përpara Shqipërinë dhe mund të bëjë pjesë të Bashkimit Evropian. Nuk ka forcë tjetër në Shqipëri. Nuk ka dhe nuk do të ketë forcë tjetër në Shqipëri. Nuk është e lehtë që ti kërkosh votën njerëzve mbas 3 mandateve qeverisje, mbas 12 vitesh qeverisje. Nuk është e lehtë sepse qeverisja, siç e dim, të konsumon, por në ndretimin, në vizionin edhe më vullnetin e palëkundur të kryeministrit Edi Rama, ne ja kemi dalë që t'jemi oferta e vetme për shqiptarët. Për transformimin e Vlorës dhe shndërrimin e saj në një destinacion të turizmit në mesdhe, Çuçi tha se kjo nuk ka ndodhur rastësisht e as ka ardhur nga qielli. Dikur sipas tij Vlora nuk kishte jetë as një perspektivë të qartë zhvillimore. Sot Vlora është bërë perla e mesdheut dhe është një nga vendet turistike absolutisht me atraksionin më të madh në mesdhe. Dhe prisjes se kemi akoma për Vlorën. Dhe këto gjëra duhet ja kujtojmë vlonjatëve. Duhet ja kujtojmë vlonjatëve sepse këto nuk kanë ardhur nga qielli. Këto i kemi bërë ne. Kemi qenë ne socialistët që kemi bërë këtë transformim të madh. Por nuk duhet ndalemi vetëm kjo gjë, sepse kjo fushat shkon përtej pragut ton, shkon përtej interesit ton si vlonjat. Kjo fushat shkon për interesin ton përgjithshëm, për të ardhmen e fëmijëve tan, shkon për Shqipërinë, pjesë e Bashkimit Evropian. Sipas drejtuesit politik të socialistëve, kthimi pas në kohën e Sali Berishës do të ishte fatal për Vlorën dhe Shqipërinë. Sikur asgjë mos kishim bërë nga këto që po i them. Sikur asgjë mos ishte realitet i afërt siç thash 2027. Po të mbyllim syt dhe dikush na thot vesh, keni alternativë Sali Berishën. E imagjinoni dot ç'do ndodhte këtu në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë që të binte në dorën e Sali Berishës Vlora dhe Shqipëria prapë. Prandaj them që kemi një mundësi, një rast historik që ne të marrim 9 mandate në këto zgjedhje për qarkun e Vlorës.